Temperaturat e larta shoqërohen me rreshje parashikimi i motit për ditën e sotme. Ditën e sotme, kjo ditë do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme në vend. Sipas parashikimeve për gjatë vijës bregdetare, moti do të jetë kryesisht i kthjellët, ndërsa në pjesën tjetër të territorit priten zhvillim i vranësirave gjatë orëve të mesditës dhe pasdites. Në orët e pasdites parashikohen rreshje lokale shiu me intensitet ulët për gjatë zonave malore, ndërkohë në rajonin e Alpeve priten shtrëngata fatshkurtra shiu. Era do të fry kryesisht nga veri perëndimi drejt jugut me një shpejtësi mesatare prej 7 metër në sekond, në disa momente veçanërisht për gjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore, shpejtësia e saj mund të arrijë deri në 10 metër në sekond. Sa i përket detit, vallëzimi në detin Adriatik dhe Jon parashikohet të jetë i ulët i forcës 1 deri në 2 ball.